Dhe muhabet aty mrenda që tish nuk do i ke mu merë edhe... Shumë e vërtegjën e ta. Të regon pak Hardit kush kanë qenë shok të tu dhe kush kanë qenë armisht të tu aty? Asnjë. Jo, quditnisht jo. Normal që shok aty disa e thojshin, gjo që mund pengoj kësa jo nuk është nevoja me u thanë, për deri sa dikush nuk donë me pas miq, ose t'jesh nuk donë me kriju raportet mira, pavarësisht, do me thonë, lojës, nuk është mos e bë, po thjesht mos e potenco. Sa që edhe te prun me këtë çështje, normal që unë e krijova miq mrenda. Edhe e pa mundur, po ja që edhe e pa mundur bëhet e mundur. Kur njeri donë edhe i vlerëson disa pika që donë, sepse, shëve, për të mbajt bilansin mental, emocional mrenda, që është, do me thonë, një ndër gjanat esenciale, sigurisht që në kuadrë të atyne, do me thonë, je 24 orë në prezencë të zhurmave, dhunës, veshit, tash unë si këngëtare, si muziktar, e di se sa është problematike dhe unë tash, do me thonë, e kryova atë bilansin mes asaj që pa tjetër me qenë si tip peshore, kjo anë dhe ajo anë. Unë e këtu do të kësha vequ pa pik diskutimi që më kalon për shtypje edhe normal e konsideroj mik, prej momenti që, do me thonë, e kryu ma të shëqnin shumë stabile, Tonin më kaloni për shtypje të jashtëzakonshme, një djalë jashtëzakonisht i ngritun, me një kultur të jashtëzakonshme, një djalë i matun, ndonë se i rinë vite, me gjitha te shumë i kompletum, edhe përfitoj nga rasti me përshëndet Tonin. E ke taku? Jo, po jemi, i pari Jeni në kontakt? I pari që më ka telefonu, hala pa e marrë telefonin ndorë, sepse telefonin teme ka pas, e kam bajt në besa jeme, edhe më kanë tregu normal me njerë, ka qenë Toni, rali.